Faleminderit, zoti kryetar, të nderuar koleg. Për 12 vite me radhë, gjatë 3 mandateve të njëpasnjëshme, kjo qeveri ka ngritur në Shqipëri një sistem të mbyllur, të komprometuar, të korruptuar, një sistem që nuk njeh as ndershmëri, as përgjegjësi, as respekt për qytetarin, një arkitekturë pushteti që ka në thelb të saj pikërisht korrupsionin galopant. Jo zhvillim për të gjithë, por një ekonomi të pakicës, jo shpresë, po varfrim. Në çdo ligj të votuar këtu në parlament, me dorën lart e kokën ulur, në çdo vendim që ka cënuar parimet më themelore të financave publike të ekonomisë, janë shenjat të një keqbërje sistemike që ka plaçkitur të ardhurat e qytetarëve shqiptar për të shërbyer një grushti njerëzish. Rezultatet e kësaj rruge të gabuar nuk duhen kërkuar larg. Ato janë përpara syve të çdo shqiptari, një vend që rrudhet çdo ditë nga largimi i rinjve, një shoqëri që plaket nga mungesa perspektivës, familje që paguajnë çmime të larta për produktet bazë të jetës tyre, ndërkohë që shohin taksat e tyre të trete në projekte abuzive, në koncesione të pashpjegueshme e në investime që i shërbejnë vetëm një grupi të vogël qytetarësh. Ky është realiteti i Shqipërisë vitit 2025, një vend që shtrenjtohet për ditë, ndërkohë që zbrazet çdo ditë, një vend ku qeveria i ka kthyer syt veç nga klientët e saj e jo nga qytetarët. Askund nuk duket më qartë kjo prirje e rrezikshme se sa në bujqësi. Për të 6-tin vit radhasi, sektori që duhet ishte generatori e shtysa e ekonomisë, sot po lëngon në krizën më të thellë të këtyre 3 dekadave. Dhe pse? Se një ish ministër financash që dikur e lavdronit e quanit vizionar, sot i arratisur, vendosit të mos i jap zemër prodhimit shqiptar, por incenerimit. Fondet që duhet mbështesnin fermerët, investimet dhe zhvillimi rural u kanalizuan në fondet të rindërtimit, që sot ka shkuar me një kosto prej 1.3 miliard eurosh e nuk po përfundon akoma 6 vite mbasi tërmeti ka ndodhur në Shqipëri. Sot bujqësia është duke u fundosur me një rënje ekonomike -1%, dhe ky është rezultati politikave cinike që ndëshkojnë punën e shpërblejmë abuzimin. Ndërkohë që ekonomia e prodhimit, sidomos ajo e bazuar mbi fasonët, ka hyrë në fazën e saj më kritike. Humbjet janë të pandalshme për shkak të një rënje të pakuptim të euros e një qeverie që i orienton miliardat e projekteve të partneritetit publik-privat te koncesionet klienteliste, tek rrugët e Florinta, duke lënë 170.000 familje të sektorit fason në derë të papunësisë. Dhe këtë e bëjnë një kohë kur çmimet janë rritur, kur taksat janë rritur, të ardhurat për frymë mbeten më të ulta në rajon. Kjo nuk është neglizhencë, kjo është braktisje e qëllimshme. Ne kemi përpara sot fatkeqësisht një sistem që ka kapur tregun, ka shkatruar meritokracinë, ka rrëzuar konkurrencën, ka ngritur monopole me ligjet miratuara nga ky parlament, një ekonomi që nuk ecën sipas rregullave të tregut e rregullave të kapitalizmit, por sipas kodeve të patronazhit politik. E kjo u vure më mirë te të gjitha tenderat e dhëna nga ish zëvendës kryeministrja, që sot duhet ishte në fakt e dorëhequr për t'i hapur rrugë drejtësisë. Shikoni lejet e ndërtimit, shikoni buxhetin e koncesioneve, kontratat e PPP-ve, që ndahen në tryeza të mbyllura e fituesit përcaktohen me mesazhe. Ky nuk është modeli ekonomik i një vendi që aspiron Europën. Është modeli një ekonomie klienteliste që kërkon të mbajë në kontroll çdo gjë, përveç të ardhmes qytetarëve, ndarjen e fondeve publike, po njëkohësisht edhe strukturën e ekonomisë. Prandaj Shqipëria e vitit 2030 që socialistët sot reklamojnë si destinacion europian, në fakt është një vend pa kapitalizëm, i koncesionuar deri në palc, i korruptuar deri në esencë, i pandershëm me shumicën e qytetarëve, ku torta e madhe e pushtetit ndahet çdo vit me copa për një grusht njerëzish. Kjo nuk është strategji zhvillimi. Nuk është as mekanizëm i një demokracie hibride që kontrollon të ardhurat, taksat dhe të ardhmen për të siguruar pushtetin. Kjo është më shumë. Në thelbin e saj kjo qeveri nuk beson as tek puna, as tek shtresa mesme. Nuk beson as tek sipërmarrja, as tek shqiptari që jeton nga djersa e nga puna e ditës. Kjo qeveri ka frikë prej njerëzve të punës, ka frikë nga pavarësia ekonomike, nga qytetari që kërkojnë që të ndërtojnë një të ardhme të tyre larg varësisë buxhetit politizuar, ka frikë nga njeriu që kërkon të ngrejë zërin, që kërkon të protestojë, që kërkon dinjitet. Prandaj ka ngritur një ekonomi që u merr shqiptarëve çdo ditë më shumë. Sot edhe shifrat makroekonomike tregojnë të njëjtën histori të dhimbshme. Ekonomia shqiptare, megjithëse zyrtarisht raporton
një rritje prej 4%, në realitet mbahet gjallë artificialisht. Nuk është prodhimi që e gjeneron këtë rritje. Ekonomia shqiptare nuk prodhon më, e ka humbur produktivitetin. Nuk janë industrit, nuk është eksporti, nuk është ndërtimi, nuk janë investimet e huaja. Investitori më i madh, shpenzuesi më i madh është shteti. Për herë të parë në historinë e post-tranzicionit, shteti është kontribuesi më i madh i rritjes. Ashtu si në ditët e ekonomisë komuniste e socialiste, ku rritja mbahej nga shpenzimet e shtetit e jo nga puna reale. Taksat neto kanë dhënë kontributin më të madh në rritjen ekonomike, 1.97%, si rezultati të çmimeve të larta, si rezultati konsumit të brendshëm të fryrë nga projektet e qeverisë, ku pjesa më e madhe e tyre janë korruptive, jo si rezultati prodhimit shtuar, jo si rezultati biznesit, jo si rezultati ekonomisë, jo si rezultati investimeve të huaja. Rritja e pagave në administratën publike ka shërbyer për të arritur artificialisht kërkesën, ndërkohë që sipërmarrja private ka dhënë vetëm gjysmën e kësaj rritje, nivelin më të ulët historik nga viti 1996. Nëse heqim shtetin nga ekuacioni, rritja reale është më pak se 2%, 1.97%, më e ulta prej vitit 2013. Sektorët që deri dje kanë mbajtur në këmbë shtetin, duke nisur nga turizmi, energjia, po edhe le të themi ndërtimi, me gjithë pastrimin e parave që ka ndodhur masivisht në këtë sektor, në vitin 2024 kanë dhënë ndikim minimal. Ndërtimi, që të gjithë deklaronin e mburreshin si motor të ekonomisë shqiptare me lejet e betonit, ka rënë në 30%. Kontributi në 2023 ishte pothuajse 30, ndërkohë që sot është 13%. Apartamentet në Tiranë kanë shkuar në 2.000 euro metri katror, duke e bërë jetën e çdo familje shqiptare të pamundur. E gjithçka ndodh në një ekonomi ku pagat rriten vetëm me vendim qeverie, sepse biznesi e ka të pamundur që të rrisë të mbështesë promovimin e rritjen e pagave për punojësit e sektorit privat. Ky është realiteti. Një realitet i dhimbshëm, një realitet që nuk ndryshon me propagandë, nuk maskohet as me konferenca për shtyp, nuk harrohet as me spote qeveritare, sepse shqiptarët e jetojnë çdo ditë, e përjetojnë çdo ditë. Dhe pikërisht për këtë arsye Shqipëria ka nevojë për një vizion ndryshe. Një model ku shteti nuk është konkurrent i sipërmarrjes, ku garancia e saj e shtetit është aty për të ndihmuar e për të mbështetur, po edhe për të suportuar punën, ku bujqësia nuk trajtohet si barr, por trajtohet e konsiderohet si pasuri strategjike, ku rritja nuk blihet me buxhet, po prodhohet me punë, me dije, me merit, me konkurrencë ndershme. Një Shqipëri ku ekonomia nuk ndahet në pak duar, po ndërtohet në duart e shumë kujt. Një vend ku qeverit nuk kanë frikë nga qytetarët, por qytetarët kanë shpresë nga qeverit. E ky model ekonomik, modeli i pakicës, fatkeqësisht është kthyer arsyeja kryesore se pse të rinjt largohen, është kthyer edhe arsyeja kryesore e mungesës rotacionit politik, me pushtet që blen, që përdor çdo gjë për të mos lejuar rotacionin politik e me projekte e kontrata që fatkeqësisht nuk janë në shërbim të qytetarëve. Faleminderit. Faleminderit zonja Tabak.